Këngëtari i mirënjohur Sabri Fizullahu, një nga këngëtarët më të vjetër dhe legjendar të Kosovës, një artist më shumë vite në skenë dhe është i suksesshëm, ka qenë dhe mbetet një frymëzim për shumë gjenerata. Këngëtari i sheh këndon është bukur dhe ndjeshëm dashurisë, por jo vetëm, ai njihet për kultivimin e muzikës argëtuese. Në kohë ai ka ditur të realizojë hitet pa vdekshme. Disa nga ato janë marrë për interpretim apo janë riperformuar nga këngëtarë të tjerë. Mermashiu në Prishtinës është njëra nga hitet më të dëgjuara të Sabri Fizullahut, kanë kushtuar dashurisë dhe incizuar para shumë vitesh nëpër lokacione të ndryshme në Prishtinë. Një tjetër këngë e njohur dhe shumë e dashur mbetet Fshatarja ime, edhe këtu ashtu si dhe të këngë të tjera mbizotron tema e dashurisë, e kënduar nga zëri i fuqishëm dhe unik i Sabri Fizullahut. Konvikti numër 5, një tjetër hit më i vonshëm i Fizullahut, që ka marrë dhe vazhdon të marrë zemrat e shumë studentëve. Kënga ka të bëjë me aventurat e dashurisë gjatë jetës studentore. Këngëtari i vlerësuar me 18 okarina të arta, i cili incizoi më shumë se 800 këngë, pavarësisht moshës së tij vazhdon të mbetë shumë i preferuar edhe për grup moshe të reja teksa gëzon një respekt nga kolegët dhe publiku i gjerë kudo ku performoi. Dikur ai ka qenë edhe pjesë e politikës dhe humorit, të cilat më pas i braktisi. Ai ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë aktiv në jetën muzikore në vend dhe disa herë pjesëmarrës edhe në festivale muzikore. Këngëtari i mirënjohur